Tani të them të vërtetën, nuk I kurseja. Di me një përqindje shumë të lartë sigurie, po jo 100%, se Dona Gaçio ka qenë aty. Cili nga ministrat nuk e di. Do përpiqem, jam duke u përpjek ta them haptas, jam duke u përpjek ta gjej, se dhe të them se nuk I shërben, nëse unë flas pa jo të vërtet, nuk I shërben çështjes. Aruba është e vërtet, Isa. Aruba është fakti më flagrant I bashkëpunimit të Edi Ramës me kartelët e drogës. Ka qenë s'ka qenë Edi Rama është një element, po fakti që ka vendosur të nisë përfaqësues të tij në Aruba është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Dhe kjo është e faktur nga dosja belge, është e faktur nga antimafia italiane dhe libri që është publikuar, është faktur nga dosja që fsheh Altin Tropini në SPAK. Pra, mos ketë kush dyshim që unë kursej një ministër. Jo, nuk kursej. Sa po unë, jam po përpiqem, ta them kështu, po përpiqem. Sa po unë të identifikoj, do ta them. Dhe pyetja e dytë përsëri për çështjen Aruba, në drekën e famshme